Këtë 14 mars shënohet 129 vjetori i shkollës së parë shqipe të Pogradecit, e cila u hap një javë pas mësonjtores së Korçës. Vlen të përmendet se rreth vitit 1880, duke ardhur në degën e Starovës të lidhjes shqiptare të themeluar në Prizren, qëndroi për disa ditë në Pogradec Abdyl Frashëri, i lajmëruar për një kurth që i kishte ngritur Osmallin për ta vrarë. Teksa patriotët vendas u mblodhën tek shelgu i madh pranë lumit, u hodh ideja për hapjen e shkollës së parë shqipe në Pogradec. Vet Abdyli ndau edhe libra shqipe të Naimit, Samiut dhe Jani Vretos. Në fillim në këtë shkollë ishin 11 nxënës, pas një kohe të shkurtër u bën 22. Në këtë shkollë vinin djemtë e prindërve me ndjenja patriotike, të cilët deshin që fëmijët e tyre të mësonin shkrimin shqip dhe mësimet i bënin në gjuhën shqipe. Këta prindër e paguanin mësuesin vet. Mësuesi i parë ishte Koço Sotiri, i vllai i Pandelis Sotirit nga fshati Strelci rrethit të Përmetit. Fëmijët me librat e ardhura nga Rumania mësonin abetaren, numeratoren dhe shkronjën, mirëvetin, historinë e të tjerë. Shkolla ishte e përbashkët për fëmijët e familjeve të krishterë dhe myslimane. Por sot, pas kaq vitesh, godina në të cilën ka qenë edhe shkolla e parë e Pogradecit nuk ka asnjë shenjë dalluese, qoftë edhe një plakat ku të thuaj se çfarë ka qenë kjo godinë. Për më tepër, ajo duhet ishte një muze, e cila në këtë 14 mars të vizitohej nga qytetarët, por që edhe kjo gjë nuk është bërë, duke harruar kështu atë se çfarë të parët tanë kanë bërë për këtë qytet.